Përshëndetje kejtëve, sot është ta përboni vete. Po du m'ju kallëzu qysh me punu me fraps, se nuk din dhe për vete nuk më dit që sa. Ta është mësu që mas pari do me instalu frapsin. Dhe tani, kër e instalin frapsin dhe me kliku qëtë, për ta është më djekë në mu. Te generali është pejsh të ushi ju eshen edhe vetë qëtë qëshë kejtë qajën qështë ju dhe të edhe mi po front window always in tab edhe këto këtu edhe tajt FPS-ja të FPS-ja qëtë ku të dë 1 milion shambull këtu fare qëta numrat, unë përvejt i lo gjithë qëtë në skaj, mënë qëtë milion, qëtë, mëna mës milion eq, unë i lo qëtë. Eshen edhe vetë, edhe tash nëse dëni me qitë videon, ku dëni me qitë videon, veç e prekni qëtë qënej, desktop, edhe okej, dhe me thonë video del në desktop. No, yes. Qështë kejti i bëni qysh i ka mëne së më përvejti qështë i gjithë e këm ljona dhe bëj video me to video capture hotkey me qëto mëni me fillu videon edhe me nall mëni me lona edhe me fëllejtu qëllën dani jo veç më përvejti e lo fenon screenshot këtu sans prek një kështu që shumë thjeshtë me përdur frapsin kur e një loj do të me lëshu se njerë nuk bën para sa me një loj nuk bën veç kur e një loj shembol i një njënë loj dhe veç e prek një F9 edhe bën sholla keni kuptu në e serën për vejti ku morë qëshke që fraps jona 3.55 as di që a mona ku mor tjetër sa veç 1 minut, as 1 minut nuk më bëjke ku mor stop 5-6 minutot më bëjmë fraps sholla keni kuptu shimeve të atashme nëse s'keni kuptu veç shkru një koment ato një kallëzë kejt, ja u sharaj shimeve të atashme like, comment e subscribe